Atëherë se kishte munduar golin. Po, normalisht sepse u bë Koxhaniku, më duket se është një fazë pa shënuar, sepse për Sulmusi gjithmonë është më rëndësi goli, po edhe pse s'kam shënuar, mendoj që çdo ndeshje kam bërë maksimumin tim. Kam pas pak mungesë fatit e golit, po më rëndësi që erdhi. Do është momentin më të mirë, derbi. Ku të dedikoni këtë gol, që ishte pas shumë po. Po këtë gol a dedikoj gjithë çunat, por ata që kemi me lëndime, sepse vërtet janë mungesë e madhe për ne, duke fillu pastaj presidentit, stafit dhe gjithë çunat përgjithësi. Çfarë nuk ka shkuar gjatë këtyre javëve që nuk e gjetën vlerën? Ç'është fati? Po mendoj që është çështje fati, ndonjëherë çështje përshëndrimi, sepse kam dalë në rast për gol, po s'kam shënuar. Sepse duke qenë deri kam pas raste për gol, po ndonjëherë do të kesh edhe fatin me vete. Kthehemi pak në ndeshjen sa si ishte ky fitor. Ishte shumë e rëndësishme, duke pas parasysh edhe se ishte derbi dhe fitoria në derbi të sjell më shumë, sidomos këtë fazë të kampionatit që jemi. Mendoj se ishte një vul për kryerjen e tabelës. Ndeshja Acish me Skënderbeu, por si e prisni sa shpresoni të shënohen? Po normalisht shpresoj të vazhdojnë tash, pasi e thym atë takun për golin, shpresoj të vazhdojnë me 3 pikë dhe pse jo të shënojnë prapë. Me final 4, me final fort të siguruar, shpresoni që të shkoni në ndeshje direkte si kampion? Po ato kemi qëllimin, që edhe nëse si jemi kampion, pak në të jemi tek vendi i dytë, sepse i dim ato që janë, dhe shpresojmë që tek vendi i parë ose tek i dytë ta mbajmë.